Pakistani është vënë në qendër të diplomacisë ndërkombëtare, duke u përballur me një sfidë që shumë ekspertë e cilësojnë si një mision pothuajse të pamundur, ndërmjetësimin e paqes me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Bisedimet pritet të zhvillohen në Islamabad, ku delegacionet të nivelit të lartë nga të dy vendet do të ulen në tryezën e negociatave, në një përpjekje për të stabilizuar situatën dhe për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit. Sipas analistit Kamran Bokhari nga Këshilli për Politikat e Lindjes së Mesme, Pakistani përballet me presione të shumta, si në planin e brendshëm, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ai paralajmëron se një destabilizim i Iranit, veçanërisht në rajonet kufitare si Sistan-Baluchistan, mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta për Pakistanin, i cili tashmë përballet me sfida të sigurisë në kufirin perëndimor për shkak të kryengritjeve të ndryshme. Një tjetër rrezik lidhet me mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit në rajon. Nëse Irani rrit sulmet ndaj Arabisë Saudite, atëherë mund të aktivizohet marrëveshja strategjike e mbrojtjes së përbashkët mes Pakistanit dhe Riyadit, duke e detyruar Islamabadin të përfshihet në konflikt. Megjithatë, autoritetet pakistaneze synojnë të shmangin çdo përfshirje ushtarake dhe të fokusohen në rrugën diplomatike. Gjatë takimeve pritet që Pakistani të ngrejë edhe shqetësimet e vendeve të gjirit, të cilat janë prekur nga sulmet iraniane gjatë konfliktit. Po ashtu, do të kërkohet edhe zgjerimi i armëpushimit në Liban për të ndalur sulmet e vazhdueshme. Ndërsa bota ndjek me vëmendje zhvillimet, këto bisedime mund të jenë vendimtare për të ardhmen e stabilitetit në lindjen e mesme dhe më gjerë.